Shkullat shqiptare kanë qenë gjithmonë simbol qëndrese, simbol I bujarisë. Në to do të thotë janë pritë, janë përcjell musafir nga gjitha anët. Edhe plotësisht kanë pas drejt që odën e burrave kanë quajtur edhe shkollë. Sepse në odën e burrave është kultivu, do të thotë, kultura e popullit, traditat, thesari popullor, janë tregu anekdota ose mesele, si që ka thonë populli, pralla, gjeza e gjitha krime tjera. Kështu që për t'i mbajtur gjallë këto krime, sidomos anekdotat, na vendosëm që t'i tregojmë disa anekdota, t'i sjellim nga e kaluara që gjeneratat e reja t'i njohin ato, t'i din, pastaj secila anekdot e ka domethënien e vet. Prej secilës anekdot nxjerrim një mësim dhe do të shikojmë sa ju do të na përkrahni, atëherë ne do të vazhdojmë. Shkon një ani e kish pas një pushk për marak kështu, po ju kish pasuj kundaku. Edhe e merret qënë të mjeshtri, me nreq. Kur hen aty puna marr, pa hathët çka të ka qit puna, mora thot mu ka thy që ky kundak I pushks, e erdha për mja nreq, thot veç, nuk du thot mja qit as dru ahi, as dru hërmoqi, as dru bungu, as qarri, as frashni, krejt drujtja për meni. Pe një gana I mjeshtri dikur tha, ani pra edhe ti as mës hajde të honën me marr, as të martën, as të mërkurën, as tetën, as të premtën, as të shtunën, as dilën. Edhe tu nga thrun, jo bën, jo s'bën, qka më boj morën edhe I qunë të kadia. Ha, tha, qka keni bo, pi kallzojnë. Mirë, thët, tash ju kallzojnë në qka më bo. Ju thët aty nëse I men vetë, mi marë, thët, e mi shti 2 tinar. E mi qitë majën I kodre, edhe mi lëshu rokotel të poshtë. I qojnë atje, t'i lëshojnë. Kur lëshu tinarit të poshtë, rabababa, t'ju kërsit ke kryt për tinari. Ky I zëti pushkës, I thaj ke o në gjitë që shfar drunit dush. A I mjesh I thaj ke o hajde kur dush me marë, ndasht hanën, ndasht martën, kur dush. Se I kapi zori. E nesh edhe këta politikajt tonë, e populli jonë, e të përqam në për parti, mës të presin zotin arujt farë zori, si në tinar, po le të bashkohen, le të afrohen për të mirën e këtij populli, e të vazhdojmë jetën e të dim ku jemi. Që nëherë në përkatune, në kanë bunarët edhe kanë marrë rruj aty. Ka bova ki 2-3 shtëpi e kanë pas një bunar bashkë. Edhe janë dalë gra e qika, kanë la tesha, me lese, me... Edhe një ditë për I ditësh, ishin kanë aty do gra të la tesha, edhe vjen njoni ka përcen me kali asajde, u nalë dhe për jep uj kalit në lugë. Le që u nalë aty, po edhe nisi dhe po fizlën da ija. Njona pe aty në grave tha, që ti da I tha, jepi kalit uj, e mës fizlën bunart huj. Aja dhe s'po nalët hiq, po apet po vazhdën, qashtu të fizlu, fik, të I fizlu kalit, as një, as dy, ajo qyshe ka pas lesën në dorë, të la tesha, t'ja kërset në lullë të balit. E prej atëheri të metë fjala jepi kalit uj, e mos fizlën bunart huj.
I shkon një katun një farmulla beslimi, edhe shkon më knu për hoqë, po si shkon bashik fjelt edhe heq si arroke. U munua ne se u këthyn katun aty si imam, një farë qëtapin dorë, e majke ka shkojke që është me ta. Ne se një të bim aty një të pa me nodë burave, pithojnë ata gjemati aty. Hajde tha hoqë, kalzana dishka, ma në nasihat pak. Edhe morat qëtapin e peqel, po as një fjallë se dike me lezu, arabisht. Edhe dikur e mshili, trak. Tha qërë për gjemot, me dit ju që ka përshkru në këtë, ku për mu e ku për ju. Po nesh ta shikim o gjallarë të shkollume, din më fole, din më majtë derse, bësa edhe odën e burave heshojnë. Populli jonë nuk ka pas faj që ju ka thonë dhene janë të bekume. Edhe plotësisht me ven, se me tamëll të dhene, me kos të dhene, s'ka pas. Populli jonë në majtë me to, me lëpe, me tana, jenë dalë në bjeshke, kanë gjallënu, i kanë rujte. Edhe i kanë mu shtinart plot bylmet. Jenë zhdjerg edhe kanë prit e për cilë musafir. Bile flitet për dë koqak të kënë konë të luftu në për male dhe unë tohen, e aj ullheq si tyne, sot hajde doj më hini katun, e në mushim dikun më hi më hongër buk. Po ju thot ushtarve, qele derën e preke o borin. Në kofë që është o borri me bari, aty s'ka buk. A që aty ku është o borri me ple, aty dije mirë që ka gjon, dije mirë që ka mikpritje, edhe aty na gjojnë buk. Edhe kjo është shumë e vërtit, se populli jonë gjithmonë ka prit musafir në kull, edhe o munu krejt qka ka pas, nuk është kursy për musafirin. Këty në heri kum një plesht, kalzëshin që ju ka bo vakin shumë vena, ju ka shtihu dishka, e kanë pa dishka, i kanë një, thëshin ata që kofshin tret. I kanë një të jura, dajreve, gjithë shka ju kanë dole dhe kanë thonë valaj po, dreshnit janë. Bile kërë dalë televizori mas pari të një do plesh këshin pa thonë, dreshnit që na delshin në për livadhe, në për male, në për bjeshk, tashin hinë televizor, kër i shishin filmat e vizatume. Kalzohet njoni i shkon si ullheq, i blisi, i këshin pa thonë, ullheq si i dreshnive. A i për dit, ja u jepke aty në dreshnive tjerë, ja u jepke orarin që ka më bon. Edhe u dëfke më shku ata me bo ka një shërë, ka të mujnë. Edhe njonit për thët ti më shku në filon ven, edhe m'ja bo një shërë filonit. Pa i valoj, thët, s'moj bërse kom kogja jarane, po m'vjen kesh më shku e mi bo shërë. Pa i këshyrë, thët, tha shërrit vogël diçka. Hinë, tha, të lëpt, ka dalë, tha, i shoja vishin, tha, lopës. Edhe shkoj, kjo ka dalë, hini aty, e lëshoj vishin edhe thithi vishi, kur natje, shkon baqica me mirë lopën, kur përshe vishin me ta. Edhe këty në herë fort baqicat që në bo kahërë, kur kanë thith vjetat, ju ka dhim tomli edhe
të kap një farshtaga e baqica të mshon viqit, e të sëftën tokë. Edhe, veç kur për del me atë farshtage, për jashtë, për dire, burri saj shkon diçka që aty në përbër të u pedat. Hemër një i tha qka bona. Qka bona mëre? Tha valoj, tha i shkon në shu viqi kish pathith, e i rash me qëtë shtag e myta. Qysh mëre myte viqin? Valoj, tha po. Tha, ani ashtë mirë, unë tash më tra me këtë shtag, të kapi aj burri shtagën të mshau grusën, për cerë kres, e ko për dak në tokë e myti grunë. Edhe, kur shkoj gatë dhe ata vlazit e grusë prit që për vjen motra aty në heqe, anë e kneje nin dikur që e ka mytë dhonëri atë motrën e tyne, edhe shkojnë e nëzojnë dhonërin, e rrehin deri sa e mysin edhe dhonërin. E kështu që kanë thonë prej shirrit vogël, mundet mu bo shirri i madh. Moti ka pas njerëz pasanika, kanë pas malle, gjahë, toke, edhe ju kanë thonë beglerë. E një farveni, një katon, një shkon një beg, kësh pas pasuni, malle, gjahë, toke, kësh pas edhe mal. Një dit për i ditve thët, hajtë thët se du më dal me këshyrë pasunin ka e kom. Kur shkon në atë mal atje, e shet që kish panis mu thaka pak. Edhe kthehet, të shpia i thot atyne sejmenve, ju thot, filon malin më shkue me djeg. Se kish nis mu tha. Mirë po, para se me djeg, i thot të lalgjis. Më shku thot në përmal, e më dhonë të lal, o në kateron, më bërtit. O, krejt mahlukatë që ka jeni këtu në mal, ik një katë muni se përdoj me djeg malin. Edhe shkon të lalgjia, vërtet sa të mundë ta neje këneje, edhe jashtin zemin, jashtin flakën malit, kalët mali. Tash begu shkon me këshyr a kall, kreta, jo. To e nasade në përmal, peshen një gjarpën me 2 krena, ishin kon me dvesh eshna t'ish pas djeg. A mon më rëzët, thët, po ku të ko djeg këtë gjarpën, sigurisht nuk ka një mirë, e nuk o ikë. Atëherë foli njona krenë. Jo, tha kemi një bash mirë, po u ko qëtë, unë i thash për du qa nej më shku, a i tha jo në ka dënë ti nuk du për du kënej, jo bën, jo zbën, tha erdh flaka na përfshiu edhe u dëgjëm. E nesh, ky popull duhet mu bashku, milioni natët, mu afrun me zveti e më jetës për para, se për ndryshe vesh të poshtë shkujmë. Ska tjetër. Të na shqiptar të konë tradit gjithmonë bujaria. Musafir për i tanaonve. Kullat jenë konë gjithmonë me musafir, me muhabet, me lafe. Edhe një farë Bajram Selmoni u si shkon shpijanik. Thret dikush të dera del, i vjen një musafir. Që shkon adet i shkallëve për pjetë dhe not burrave. Ja dhez kaftorin e mundohet me prit sa ma mirë. Po ai musafiri nuk rike rahat. Qka bëj ke Bajrami, ky ju përzike, ma këta, ma ata. I pruni i kra drum i shtin kaftor, ja Bajram, më shtin shumë drum, më shtin së është nevoja. Masa nej, o kona det kur të vjen musafiri, mja që u fitilin lomës pak ma shumë. Edhe si ja që i fitilin
Bajrami kë, unë gja Bajram, unë gja se, ja, zbani zapet, edhe diçka tjetër dikur, ju bo bëllë, s'mujti me dëru ma. Tha, din shka? Tha, edhe ka ndalësha me preje, ti mund është vesh me ma majtë për brinave, e të lutë na mës ju përzi kur zëtit shpisë. I shkon njënje, i kish pa dek gruja. I shkon me të vejan. Edhe i kish pas 3 gjeme, 3 reja, po rejat nuk e këshyrshin, edhe plaku mjë thonë djemve, mu anë ku të djemt, s'kish qef më shti konflikt mes grave në i knej, edhe qka më bo e qiti fjallën që i ka hup kuleta. Edhe pjusët djemve, pasha zotën, tha kuleta më ka hup, tha dhe dikush ma ka morë. Ata djem pa sti valoj bre baba, një qka më bothet, ka vymi thira të gratë e juve, një ka njën këtu nëtë burrave dhe le të bojnë beqë se ka morë. Edhe ja nesën erdhë reja madhe, tha valoj, tha une, që 3 javë ditë, tha si më konë nëtë, tha nuk e disë, zdi gjohë heq këso pune. Hajtë delti, erdhë reja e dytë, tha valoj une, që një 10 ditë, une se kum pa babën me sy. Me puna në i kneje, heq. Hajde delë dhe ti, e thire në re në 3. Hini edhe ajo, a e ki pa kuletën? Valoj, tha zdi gjonë, tha, që një javë, tha, me thmit vogële, me s'm ka ra nërmen, as të baba si m'kon bile. Delë dhe ti, djem të aty të një gu, edhe pjusët baba i vetë, a i njët gratë, që ka thanë? Po, la babë, a i një binë tash, se kur ju thëjsh as për më këqyrin në rejat, thëshit, ja babë, qërë s'pët këqyrin. A pat tash, ata po, vëlla, edhe shkune i qërtu në gratë, peja saj dite, e të masë se cila gru të shku, e të jaqu kafen, e të i bohy zmet vjerët, edhe që thonjë dul në selamet. Ty në heri kum një plesh, thëshin shehrin e man katuni. Edhe bashkë sa hi qashtu, se katunarë gjithmonë kanë punu, kanë mjellë, edhe i kanë quj, kanë shit në qytet. Edhe kanë shit edhe druë. Njani për i katuni e ngarkon magarin me druë, me samar, edhe i qënë mi shit në Gjakovë. Po, udha këgje e gatë, e i shkon në zetë, edhe lodhët, po e për ecë, ka daldale, edhe o tesh një udhëtar. A mo jerë dhe po ka dale, po ti pa i era ka dale, vëlla i tha ky, që i qaj ke drunë të me shit, po jem lodhe, edhe i shkon unë tu këgja fërt. Tha, pikajt për vjen kështu, tha vallaj për i Gjakove. Allah i le tha, a kish buk në Gjakovë? Po, mërë tha, kish në Gjakovë buk, po qysh s'kish? E a ishin të mëdha bre heq? Tha, pa i vallaj, po mërë. Tha, po, a bën më ma vizatu, tha bre që tu sa ishin, edhe ja vizatoj me shtagën, qështu. Po qash fort i shkon unë tu, tha lësho bre ma të madhe bre burat buk. Tha vallaj, unë të lëshoj sa dush, vishaj në furë atje nuk për të lëshojke. I shkon njone, i shkon martu edhe i shpa mor një nusë të mirë, po i shkon pak me behën për i syve. Mirë po, i shkon punë për ditë, shkojke në punë, si zotni,
Edhe kur veke një farçante, ja mosh ke grus me sene, me keksa, me langje, me ato, me soka. Edhe nusja i delke për para, a mojer dhe njëri e merë ke qantën e, a u lodha e. Mirë, për një ditë prej ditësh, burri deshti me provu, a thu, kjo nusja është të e dasht si burr apo veç hatri që aty në senër që ja beke në qantë. Edhe atë ditë nuk i bleu kur gjë. Erdhë hini për dyrë aty dhe dulke për para, peshes ka kur gjë në dorë. Edhe si të vogël, a më jerë dhe njeri, tha. Aj, po ka dale. Pe këqyrë, tha mërë njerit, pa i ti ko ke i gemt. Tha që të kum dash, tha me ditë. Tha se, dej që tash s'm pas ke dasht për burë, për më pas e dasht hatri që aty në senër që ti kum pru. E që tash pesha dashnin tone. E nesh, edhe tash aty këtu, bën vaki, nuk e këqyrë fort çfarë njeri qyshësi, po a ka kërë të mirë, a ka shtëpi të mirë, a ka pasuni, me një fjalë, po bëhen martesat me interes, po pasha Zotën interesi del dikur edhe çka të bëhet me interes e ka bishtin mbrapa.